Të dashur qytetarët dhe qytetarët të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë. Vëllezër e motra, zonjë e zotëri, për shtetit e mia më të përzemërta, ju që keni mbushur sot këtë bulevard, qytetarëve të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë, vëllezërve motrave tona në diasporë dhe kudo që ndodhen sonte, mirënjohjen më të pakufishme. Të dashur miq, të nderuar dhe të çmuar, tanë të pranishëm në këtë mbyllje madhështore të fushatës sonë. Në emër tuaj, unë do t'i përcjell përshëndetjet më të përzemërta deputetit të Bundestagut Gjerman, mikut të ditëve më të vështira të Partisë Demokratike, opozitës shqiptare Peter Bayer, i cili vjen sot këtu për të mbështetur fitoren e opozitës shqiptare dhe Partinë Demokratike. I nderuar zoti Bayer, mbetemi për jetë mirënjohës ndaj mbështetjes tuaj, por unë të shfrytëzoj rastin nga kjo tribunë t'i përcjell përshëndetjet më të përzemërta kancelarit Friedrich Merz, të cilin pata rastin ta përshëndes në Valencia. Dhe të asiguroj se për Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare, fitoria e CDU-s, zgjedhja e kancelarit Merz në në krye të ekzekutivit Gjerman në udhëheqjen e Gjermanisë dhe Europës, konsiderohet një fat i madh, një vendim i një rëndësie historike për Gjermaninë, Europën dhe mbar vendet e këtij kontinenti. Siguroj se Partia Demokratike në qeveri do vendos bashkëpunimit më të ngushtë me qeverinë e kancelarit Merz për i vendosje të shtetit ligjor, ligjit, funksionimin e ekonomisë së tregut, për shtrimin e Shqipërisë në një eksportues të mirash, materiale, mallrash, made in Albania në Gjermani dhe në Europë, dhe jo krim, jo refugjat, siç është sot. I dashur Lord Jackson, jemi jashtëzakonisht nderuar me praninë tuaj sot. Ardha juaj në mbështetjet të opozitës shqiptare dhe Partisë Demokratike është një ndihmë e çmuar, por është gjithashtu vazhdim i një tradite të kahershme të bashkëpunimit të shkëlqyer midis Partisë Demokratike që në themelim në saj dhe Partisë Konservatore të Britanisë Madhe. Ju siguroj se Partia Demokratike në pushtet do të konsolidoj gjithnjë më shumë lidhjet dhe bashkëpunimin me Partinë Konservatore dhe vendin tuaj të madh dhe mik. I dashur zoti Krislas Civita,
arqitekt i rikthimit në të madh në historinë e njerëzimit me votën e lirë, rikthimit të presidentit Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Mirënjohjen më të pakufishme ju për vendimin që muart të angazhoj me të gjithë potencialin tuaj për rikthimin e Partisë Demokratike dhe Sali Berisht në pushtet. Emri juaj, ekspertiza juaj, u shdrua me shpejtësi në leksirin e kësaj fushate në shpirtin e fitores saj. Ditën e parë, me konferencën e parë të shtypit, e shkallmove Edi Ramen, duke i ratë të Olinës me grushta, të garantoj se nesër në mëngjes do t'i bjeri me kokë të Olinës kur por i meriton të gjitha. Ne jemi mirënjohës pafundësisht për vendimin që more, për të ndihmuar në një moment vërtet kritik për opozitën dhe për Shqipërinë, dhe u garantojmë se Partia Demokratike në pushtet do të vendos marrëdhëniet më miqësore, bashkëpunim më të ngushtë me administratën e presidentit Donald Trump në të gjitha fushat. Miqtë e mi, se cili prej jush, qindra mijëra të tjerë, opozitar, që nuk janë këtu sot, meritojnë një mirënjohje të pakufishme. Mbasi ju, me energjitë tuaja, me guximin tuaj, me entuziazmin tuaj, mbollët në një muaj rresht, në të katërantë e Shqipërisë, filizat e shpresës, dritën e fitores në zemër dhe mendjen e të gjithë shqiptarëve. Ju arritët me përkushtimin tuaj, me fisnikrin tuaj, me përullësin tuaj, të fitoni zemrat dhe mendjen e qindra mijëra shqiptarëve. Ju bët të pabesueshmen, të besueshme, reale, ju mblidhi sot në prag të një fitorie madhështore. Sot vetëm një ditë në ndan nga 11 maj, dita e vendimit në transishëm që ne shqiptarët e të gjitha gjeneratave kemi marrë dhe do marrim në jetën tonë. Ditën e vendimit me të cilin ne
na jepet shansi për të shpëtuar Shqipërinë, për të shpëtuar shqiptarët nga kjo diktaturë që shkëdhtoi atë, që varfroi atë, që izoloi atë më shumë se çdo regjim tjetër në kohëra. Ndaj dhe sot, këtu para jush, unë duhet të bëj një thirrje, qindra dhe mira, burra dhe grave, fisnik, flok thinjurve që shkrin jetën e tyre për Shqipërinë. Bashkoj me datën 11 maj, votoni ndryshimin, se uja sepse vota juaj do t'jetë pas gjithash vot për ditetin tuaj, sepse vota juaj do t'jetë gjithashtu vot për të ndërshkuar ata të pamëshirë që mënyrën më shtjerëzore ju përçmuan ju poshtruan ju detyruan ju, njerëz fisnik, të qani dhe me lot të ftohta mjerimi. Jo, 11 maj, ju votoni që brenda 100 ditëve Shqipëria të mos ketë pension ndën 200 euro. Edhe një herë. 560.000 burra dhe gra që sot ka një pension ndën 172 euro. Brenda 100 ditëve do të kenë pensionin 200 euro. Të gjithë pensionistët e tjerë do rritet pensioni 20%. Po dhe po, dhe u garantoj se ky vrap nuk ndalet gjersa ju, burra dhe gra fisnik, të paguhi më mirë se të gjithë pensionistët e rajonit. Vendi juaj me djersën tuaj është me i pasur në rajon dhe ju e meritoni atë. Të ri dhe të reja, ju që votoni me datën 11 për herë të parë, keni një fat të bardhë, po të gjithë ju tjerë që shkoni me 11 maj, vota juaj ka peshën e jetës tuaj, ka peshën e tarthmes tuaj, ka peshën e shpresës tuaj, ka peshën e ëndrës tuaj të bukur. Në 100 ditë ne hedhim bazat që çdo i ri dhe e re të mendoj, të realizoj ëndrën shqiptare në Shqipëri. Zotimi ynë solemnash se do dyfishohen fondet për arsimin, shkollat tuaja do të modernizohen me teknikat më të avancuara digjitale, dhe se ju, dhe se as një fëmijë nuk do mbetet analfabet, dhe se as një fëmijë nuk do mbetet pa shkollë dhe mesme, as një mesatarës do ketë për ju në universitete.
shkollimi dhe punësimi juaj është zotim ynë solem. Të dashur 33-a, mos harroni kur se me 11 maj vota është edhe për dignitetin tuaj. Ju jeni 3 dinjitos, ju ndigjohet me vesh tuaj, ju ndigjohet me vesh tuaj. Kur një njeri sfazuar, kur një njeri dezekuilibruar, kur një njeri dezekuilibruar, ju tha se për mandatin e 4 do t'u sigurojmë 2 kile far kungulli. Në një fyrje të madhe për 33-at shqiptare. Qeveria ardhshme do shpall paktin për rinin. Qeveria ardhshme do shpall paktin Startup Albania. Çdo i ri do punësohet brenda vitit pas diplomimit në snormarje private apo publike. Me fondin e Startup Albania çdo i ri do përfitoj 5.000 euro grant për sipërmarrjen e tij. Çdo punëdhënës që do punësoj ju, do të ketë zbritje 70% në taksa. Ju një gjë duhet mos e harroni, se betejë jetëson është të sjellim kombin në rinin e tij. Të japim kombit rinin e tij. Ndaj dhe për talentet tuaja do ketë një fond të veçantë me të cilin do mbështeti për të gjithë krimtarit tuaja në art, në shkencë, në sport, në të gjitha fushat. Sot, njeriu që ju afroj ju 2 kile far kungulli në një mandat, ju afron ju një apartament për 108 vjet punë. Ju garantojmë se çdo çift i ri do ketë një çati. Do ketë një çati. 30.000 euro granti për të paguar interesat e kredis. 70 euro për bebin e parë. 60 euro për bebin e dytë. Për të tretin, pagesa e qeverisë nga lindja gjerë 23 vjeç. Ky program, që në fakt dhe njëherë, moton më kryesore ka kombin rinë e tij. Fton çdo shqiptar kudo që ndodhet në të 4 anë të botës të konsideroj kthimin në Shqipëri. 5 vite pa taksa. Kredit buta. Kreditë buta për strehimin, për startupet. Suksesi tyre është prova jonë. Të dashur miq, beteja për të ndërtuar Shqipërinë madhështore është betejë për ëndrrën e rinisë shqiptare. Shqipëria madhështore do t'jetë vetëm Shqipëria që kap trenin e teknologjisë së lartë.
Ju garantoj se Shqipëria do jetë Shqipëria high-tech-ut, epicentër rëndësishme data qendrave, e blockchain dhe kriptomonedhave, e internetit 3 dhe inteligencë artificiale. Miq, kjo do jetë Shqipëria në moshën tuaj. Por unë i premtoj çdo biznismeni dhe i them se 11 maj nuk është një vot për një qeveri, por është një vot parazgjithash për biznesin tuaj. Sepse nëse ti gjatë këtyre viteve me përpjekje të jashtëzakonshme ke mbijetuar dhe ke shpëtuar falimentimit, pas 11 maj, hapësirat e lirisë për ty do t'jenë krejtësisht tjera. Ne jemi parti e lirisë individit. Ne besojmë të iniciative lirë. Ndaj dhe do t'jemi dhe do vendosim regjimin më të ulët të taksave në Europë. Nuk do ketë një vend të dytë me taksa të ulta sa Shqipëria. Ronald Reagan shkruante se parat në kontot e qytetarëve dhe biznismenve janë më të dobishme se llogaritë e qeverisë. Unë ju them se kjo profeci e tij është biblike, është kuranike, është e vërtet sa çdo e vërtet tjetër. Ndaj dhe çdo biznes i vogël do e blej energjin nga 18 në 6 lek. Do përgjysmohet tarife ujt. Sipërfaqja publike do pjesëtohet me 5. Bashkitë s'do mund të tatojnë kur më shumë se 1% të xhiros. Tabanet e tatim fitimit dhe të vëshës do shkojnë në 180.000 euro. Bizneset tjera do kenë tatim fitimin 10%, të vëshën 15%. E dini ç'do thot kjo miq? Një tatim fitim 10% do thot fitimi madh për bizneset, për të krijuar vende pune, për të rritur rrogat e punojësve, për zgjeruar bizneset e tyre. Do thot mirëqenje në përhapje. Po pse gjeniu? Që shkrojti doktrinën e kapitalizmit, thoshte se pasuria përhapet. Pasuria përhapet kur ti respekton lirinë e individit. Pasuria përhapet kur ti krijon hapësirë për individin dhe biznesin e tij. Nuk do ketë vend tjetër që të ketë taksat e ulta si Shqipëria. Biznismen, investitor, nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Italia, Franca, Greqia, do të vërshojnë drejt Shqipërisë. Shqipëria do t'jetë vendin më tërheqës. 4 zona industriale, 4 zonat ekonomike të lira do krijojmë. Made in Albania, krenari kombëtare. Miq, fermerë shqiptar të përçmuar dhe diskriminuar, njerëz fisnik që me lume i djerse nxjerrin jetën e tyre, paten këto 12 vite kohën më të vështirë pas kolektivizimit të Shqipërisë.
Ballkani i hapur ishte një akt armiqësor ndaj fermerëve shqiptar. Argati Vučićit hapi doganat, dyrt, për mallat që vinin nga Rusia, nga gjithë hapësirat tjera, dhe fermerët u përballen në një pabarazi ekstreme. Vetëm në Kosovë, në Maqedoni, fermerët subvencionohen 5 herë më shumë se në Shqipëri. Të dashur fermerë dhe fermere, me 11 maj, votoni, se votoni në radhë parë për djersën tuaj, votoni për mundin tuaj, votoni për fermën tuaj, votoni për mirëqenjen tuaj, sepse programi ynë, në 100 ditë të para, do pesfishoj subvencionin për çdo fidan të mbjell, për çdo kokë bagtit mashtruar, për çdo njësi prodhimi. Dhe në fshat, s'do ketë më diskriminim, s'do ketë pension në 200 euro. Ndaj dhe mblidhuni, të votoni të gjithë, votoni ndryshimin, është vot për suksesin tuaj. Një mesazh kam për ish pronart të përndjekurit politik, duke u shprehur ndërimin më të madh, por dhe duke kërkuar edhe ndjes për gabimet që kjo parti ka bërë në të shkurën në ligjet caktuara. U jap fjalën nderit, se detyrimin që shoqëria shqiptare ka ndaj tyre, Sali Berisha e konsideron borxhin e nderit tij. Dhe ai borxh do shlyhet brenda një mandati. Ai është borxh dhe vetëm borxh. Dhe shoqëria nuk do rrijë më atyre as një ditë më shumë se mandatin e parë. Do zgjapim përgjigjen përfillimtare pronës, do anullojmë të gjitha ligjet e sotme të Edi Rams, që grabit plaçkit pronat si në 46-ën. Parlajmëroj ministra strategjik. A e dini o miq, a e mërë të vesh, se pas gjashkës strategjike na doli Ibrahimi strategjike. Këta 1 dhe 2 këto ministra bojnë burra strategjik. Do e o marrim të gjitha ato prona, që të gjitha ku janë, ku s'janë, do hipen pronarve, mos guxoni të pretni pronat e shqiptarve. Pra miq, 11 maj, në të vërtet, është ditë e çdo shqiptari, është ora e çdo shqiptari, është ora e Shqipërisë, është ora e abdetarisë shqiptarve. A e shifni ju se ku kemi rënë? Kemi rënë në kombin që sot kemi treguesin e lindshmërisë më të ulët në botë. Kemi rënë në kombin që sot kemi treguesin e jetesës më të keqin në Europë. Kemi rënë në kombin e vetëm që ka një vend që quhet Kanabistan apo Kolumbia e Europës. Miq, me 11 maj firmosim së bashku për një Shqipëri krenare,
për një Shqipëri. Për një Shqipëri tjetër. Ne që përmbysëm dikur një diktaturë, ne do përmbysim këtë diktaturë. Ne që antarësum Shqipërinë në NATO, do antarësojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ne që dolem nga honët e mjerimit në grupën e kombëve me të ardhurat mesme të larta, do ecim drejt mirëqenjes, drejt punësimit, drejt rrogëve të larta, drejt shkollimit. Ndaj dhe këto orë që në ndajmë, le ta bëjmë natën ditë, të vazhdojmë komunikimin, kontaktin, bisedat, me çdo të njohur kudo që është. T'i ftojmë, të bashkohemi, nuk është çështja për partit, nuk është çështja për pushtetin e Sali Berishës, absolutisht jo, por është çështja për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve, për mirëqenjen, për begatin, për punësimin, për rrogat larta, për pensionet larta, për shkollimin e të rive, për ëndrën e të rive në Shqipëri. Është çështja për Shqipërinë në Europë, për Shqipërinë zonjë. Rrof Shqipëria, fitore,